Ministria e Financave dhe autoritetet kontraktuese kanë shkëmbyer qëndrime kontradiktore pas konstatimeve të auditimit të kontrollit të lartë të shtetit, i cili gjeti se për vitin 2024 nuk është publikuar raporti vjetor mbi performancën e kontratave të koncesionit dhe partneriteteve publike-private, pavarësisht detyrimit ligjor. Sipas Ministrisë së Financave, raportimet nga autoritetet kontraktuese bëhen në zbatim të ligjit numër 125 fraksion 2013 dhe udhëzimeve përkatëse, dhe kërkesat për informacion janë të vazhdueshme. Megjithatë, shumë prej raportimeve rezultojnë të paplota me të dhëna të pasakta ose të munguara, duke vështirësuar përgatitjen e dokumentacionit final. Ministria sqaron se udhëzimi numër 5 i vitit 2019 përfshin një listë prej 9 rreziqesh që duhet të monitorohen për çdo kontratë koncesionare, nga vonesat në ndërtim dhe devijimet e kërkesës, deri tek rrisqet financiare, ndryshimet ligjore dhe rinegocimet e kontratave. Ndërkohë, pas krijimit të Drejtorisë së Rrisqeve Fiskale, sipas strukturës së re të miratuar në tetor 2024, Drejtoria e Koncesioneve pohon se nuk mund të kryejë detyrat që tashmë i përkasin një njësie tjetër. Nga ana tjetër, grupi auditimit nënvizon se raporti performancës së PPP-ve për 2024 mungon dhe se kjo bie ndesh me nenin 10 të ligjit numër 125 fraksion 2013, i cili e detyron ministrin përgjegjës për financa të përgatisë dhe publikojë raportin si aneks të raportit vjetor të buxhetit. Mungesa e tij konsiderohet shkelje e detyrimeve ligjore dhe rrezikon transparencën e monitorimit të kontratave koncesionare. Auditimi kërkon që Ministria e Financave të vlerësojë problematikat e konstatuara dhe të forcoj rolin e saj në reduktimin e rrisqeve fiskale që burojnë nga PPP-t. Në rekomandimet e dhëna kërkohet që titullari i Ministrisë së Financave të përcaktojë përgjegjësitë për mos publikimin e raportit dhe të sigurojë finalizimin e tij në kohë, ndërsa Drejtoria e Koncesioneve duhet të marrë masa imediate për përgatitjen dhe publikimin e dokumentit. Po ashtu, i kërkohet Ministrisë që në bashkëpunim me autoritetet kontraktuese të përmirësoj procesin e monitorimit dhe saktësimin e të dhënave financiare dhe jo financiare të PPP-ve, raporton Monitor. Ndërkohë, KLSH pohon se drejtuesi aktual i Drejtorisë së Koncesioneve mohon përgjegjësinë për periudhën e audituar, duke theksuar se është emëruar në këtë detyrë në shkurt 2025 dhe gjatë procesit të auditimit nuk është kontaktuar nga grupi i punës, as nuk i është kërkuar informacion zyrtar. Ai argumenton se viti 2024 nuk mbulon periudhën e ushtrimit të detyrës së tij dhe se çdo pretendim duhet të referohet kompetencave dhe përgjegjësive të institucionit gjatë atij viti. Pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, raporti vjetor i performancës së kontratave koncesionare për 2024 nuk është publikuar dhe rekomandimi për përmirësime mbetet i pazbatuar. Situata ngresh qetësime për transparencën e sektorit të PPP-ve dhe rrezikun fiskal që mund të rëndojë mbi financat publike në mungesë të monitorimit të rregullt. KLSH raportoi se për vitin 2024 rezultoi 11 kontrata koncesionare PPP me mbështetje buxhetore, 10 kontrata rezultojnë me pagesa faktike, ndërsa për kontratën koncesionare PPP për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar në Triport Vlorë, plani dhe fakti rezultojnë 0 lek.